Erdhën për të parë punimet në stadiumin e Tetovës. Kryetari i komunës Bilal Kasami priti Lazim Destanin, pronarin e kompanisë Ekolog dhe kryetarin e FFM-s Masar Omeragic, tre faktorët që po punojnë për ndërtimin e foles së klubit të futbollit Shkëndija. Në shenjë nderimi aty erdhi edhe kryetari i Federatës Shqiptare të Futbollit Arman Duka, ndërsa këtij takimi më vonë ju bashkangjit edhe kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës Agim Ademi. Omeragic tha se për një vit e gjysmë stadiumi pritet të jetë gati. Во моментот Шкендија е фудбалски шампион на Република Македонија и ја представува Македонија во Европа. Фудбалската федерација реши да се приклучи на овој проект и во доменот на монтажа на седиште и покривање на трибините во постепени фази, тоа тука Фудбалската федерација ќе се приклучи прегу адекватните фондови кои што се на ФИФА и на УЕФ. Гледам дека проектот оди со брзо темпо и се надеваме дека за година и пол дена овој стадион ќе биде завршен и после тоа да може тука екипите од Тетово, клубовите како Шкендија, како Тетекс да играат на овој стадион, нормално и да ја донесеме и фудбалската репрезентација на Македонија. Edhe kryetari i komunës Bilal Kasami pret që punimet të kryen brenda afatit. Besoj fuqishëm që brenda afateve të kontratës ky stadium do të përfundojë dhe jo vetëm Shkëndija, po në Tetovë do të sjellim edhe ekipe të mëdha, reprezentacione të shteteve me të cilën ne përfundimisht Tetovën do ta rikthejmë në qendër të futbollit. Pika parë ka qenë që stadioni kur ishin bisedat për fillimin se a do të ndërtohet, a do renovohet, unë vapreva thash si ta bëjmë 3-0, që të bëhet një stadion që i ka hije ndërkombëtare. Përse e dita është ta shpejtojnë pak punën. Do të ri afër sa më shumë të shpejtohet edhe në vitin e shembull sa është afati, bile para afatit të luhet në stadion e ri. Nuk kam qenë disa herë në këtë stadium, kam ndjekur ndeshje që vërtet ka qenë një stadium në gjendje shumë të keqe, pothuajse të mjerueshme, dhe tani është një projekt i bukur që besoj, jam shumë i bindur që do shkoj përpara me bashkëpunimin shumë të mirë le të themi të tre faktorëve dhe aktorëve, kryetarit bashkisë, kompanisë Ekolog dhe me mbështetjen e Federatës Futbollit. Duka nuk kishte ardhur duar bosh nga Tirana, ai u dhuroi nga një fanell të personalizuar të kombëtarës shqiptare Lazim Destanit, Masar Omeragicit dhe Bilal Kasamit. Ndryshe deri tani stadiumi i Tetovës nuk ka plotësuar kriteret e UEFA-s, andaj Shkëndija e Tetovës ndeshjet ndërkombëtare është detyruar të luajë në Shkup.